Kandidatët për kryetar komune të Vrapçishtit kanë vazhduar me aktivitetet e tyre parazgjedhore. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela bashkë me deputeten Ilire Dauti, përfaqësues dhe antar të partisë, morën pjesë në shtabin e Zulhajrat Demirit në Dobërdoll dhe Gradec. Komuna e Vrapçishtit po bëhet me një kryetar siç e meriton, njeri besnik e të fjalës, të punës dhe të sukseseve. Fitoria e Zulit do të jetë si harriqi më i mirë fillimisht për vetbanorët e kësaj komune. Ata e njohin më së miri sepse ata vetë kërkuan dhe tani bashk po punojmë me vendosmëri për këtë fitore, ka shkruar Ziadin Sela në postimin e tij pas takimit. Edhe kryetari i komunës së Çajrit dhe njëherët njëri nga liderat e Vlenit Izet Mexhiti ka njoftuar se ka takuar banorët e komunës së Vrapçishtit, ku koalicioni Vlen shpreh mbështetje të plotë për kandidatin e pavarur për kryetar komune, Zulhajrat Demiri. Kandidati për kryetar komune nga radhët e AKI-s për komunën e Vrapçishtit, Isen Shabani, përmes një postimi ka ndarë pamje nga pritje miqësore në fshatin Dobërdoll të kësaj komune, nga ku ka ndërguar edhe porosi se dita e 11 janarit po afron. Takimi ngrohtë me shokë e miq në Dobërdoll. Faleminderit për mikpritjen dhe për krahjen e sinqertë, së bashku drejt fitores së madhe, ka shkruar Shabani. Ndërka gjatë ditës Shabani ka takuar edhe banorët e fshatit Toplis, ku ka shpalosur për të dytën herë programin e tij parazgjedhor për investime në 4 vitet e ardhshme. Infrastruktura, asfaltimi i rrugëve dhe trotuareve në fshatrat e malësisë së Vrapçishtit do të jenë prioritet i tij.